Miq të Piskut, ju përshëndes, uroj që të jeni mirë dhe ne jemi akoma mirë kur ju jeni mirë dhe shqiptarët janë mirë dhe mundohem që të shkojmë në rrugën drejt përmirësimit. Sot jemi me njëri thjesht që ka dhënë një kontribut veçantë në Shqipëri, po mundohet me shpirtin e tij luftarak, me energjinë të pajeshtur të asaj se çka e karakterizon Sazan Guri, një emër i njohur në Shqipëri, i cili ka pasur një karrierë të gjatë të suksesshme, sidomos në fushën e gazetarisë, televizionit, aktrimit, filmit. Këtë thot edhe ChatGPT-ja. Shkruajta, thash më thuaj diçka për sa i përket Sazan Gurit. Besoj se jeni ndjeni të ChatGPT-s, po merr rrjedh në përdorim nga gjithë bota dhe Shqipëria. A jeni ju përdoruesi i ChatGPT-s? Unë nuk e njoh fare, era para që e dëgjoj, por që të jemi sinqert, po juve thatë aktor, thatë ca terma që nuk më shkojnë, nuk më takojnë, por ndoshta edhe gjithë jeta aktrimesh, po në kuptimin e përgjithshëm. Edhe çdo person bën një aktrim të caktuar, jo rolin e një aktori, por në rolin e një në pozicionin ku është vendosur në jetë. Aktrim, gjitha jeta nuk duhet marrë shumë seriozisht ndonjëherë jeta. Kështu që faktikisht se merr seriozisht edhe bën ka brenda vetes një lloj aktrimi. Dhe unë e kam vërtetur që në momentet të caktuara ngre ndonjëherë zërin. Për shembull, kur ishta në Vlorë para 5 ditësh për një protestë, duke menduar që këta janë të fjetur, unë ç'bëra, ngrita zërin. Ndryshove le të them strategjinë. Strategjinë, edhe nusja më thoshte, o burr, pse vërtet çka ke thoshte. Tipo, unë ndryshova rol aktrim para aty unë, në drejtën. Duke marrë parasysh ku jeni situata njerëzit që e bën qëllimisht që të kuptojnë ata. Bravo. Për t'ju përshtatur, gjuhën që të shkojë mesazhi. Shumë e saktë. Edhe fakti që unë ngrita zërin një, duke menduar që po ngas ose po ngacmoj. Shumë fjala ngacmoj ngas, sa e bukur, e shkruar ngas. Ju jeni marrë shumë edhe me etimologjinë e fjalës ku ne kemi pasur një emision të tërë për këtë pjesë. Atë ka dhënë kënaqësi, si e ke parë këtë? Edhe zbavitje për të pjesë misionit, për të dhënë diçka, lënë gjurmë edhe në Shqipëri për shqiptarët. Shumë drejt jo. Unë mund ta kem aftësi të lindur. Unë jam marrë shumë me anglishtën, edhe me anë të anglishtes unë mësova gjuhën shqipe, me të drejtën. Po anglisht kam mësuar që në vit para gjimnastik, kam mësuar shumë mirë. Anglishtja më ka ndihmuar në shkollë të lartë që përktheja librat e profesorëve nga anglishtja në shqip. Anglishtja më shërbeu shumë inxhinier në Institutin e Naftës, ai sa më dalloi nga të tjerat anglishtja. Më quan pasaj jashtë shtetit për një specializim për shkak të anglishtës dhe kam hapur kurse anglishtje, mësoja inxhinierat, mësoja, i drejtoja. Me shpiragun që bë? Po, me shpiragun po. Mirë bërë, i kalove nga dek nga ndek. Da, kështu është pisk, ne që më pisk. Dakor, që edhe vjet fjala pisk nga pleks, vjen pisk metatez, që tregon një gjendje më të vështirë akoma. Më të vështirë. Pisku, me pleks është edhe shpiragu që u shit kaq bukur, kaq thjesht, dhe më pastaj ç'a ndodhi zoti Sazan, meqense ju jeni i fushës. Jam i fushës, edhe unë. Dhe keni ndjekur si? Kam ndjekur shumë, edhe kam shkruar shumë. Unë besoj ke kjo, që këta që kishin shpiragun, që kishin, ne i themi shpirag, por dikur ne kemi thënë sqepur, pusjet e sqepurit. Sepse gjithë ajo zbulim i takon gjeologëve apo Institutit Naftës këtu e 20-30 vjet më parë. Dhe janë jo të pak emra si Azbisheu, Protoko Muradaj, ka shumë emra, Vladimir Veiza, ka shumë emra që janë angazhuar, Ali Mema, ai Ali Mema imagjino një vesh njeriu i sqeprit. Domethënë ishte gjeofizikan, po më shumë ne po diskutoja për sqeprin sikur kisha thënë Ali Mema dhe kundër. Pra do të them që ato zbulimet që këta Amerikan vllai, Gjoja i bëri dhe i ndroi emrin, se kështu është gjëja, ndrohet emrin. Për të thënë që si e Arp Norti, Ilirianti, ta bën Ballkan ty ata. Për mos thënë Perendoria Arp Nore, ta bën Bizantat aty. Edhe këta për mos thënë sqepur, që është në portat e hapura, them unë gjuhën time, nga gjeologët vendas, e quajtën shpiragat aty. Edhe ti tash i njeh shpiragun dhe pyet shpiragun me drejt. Po ndërkohë që shpiragu për mua është një nga vendurimet më të mëdha që ka ky vend, bashkë me Dumren. Dumren është një pus po aq i ngjashëm, 16 metra. Na vete ky kompani që do të ishte kryeqyteti i Shqipërisë. Po, eksakt. Na vete ky në Dumren atje në Belç. Na vete 100 metra afër. Prallor është atje. Prallor. Na vete 100 metra afër ai dhe lë punimet ai. 100 metra.
Po fatkeqësisht ka as njerëz atje. Kur neve dim, por nuk ka probleme, nafta mund t'i bëj që të vinë njerëzit. E vërtetë. Por këta janë të paullti. Ata që janë në qeverisje kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të paullti. Bile në disa raste, këta e kalojnë dhe pushtusit. Pushtusi nuk është marrë me të zhbërë Shqipërinë apo me ta dëbuar shqiptarin, me të benitur traditat e shqiptar, nuk është marrë ai sa. Diku me Romakun bashkëpunohej, me Venecianin bashkëpunohej, me Turkun në par mënyrë kishte edhe në një veç pushtimit kishte në një lloj qasje që ti bëhesh e dikushi. Sa këta nuk lënë bëhesh dikushi, këta nuk pranojnë kur gabim, këta s'kan asnjë faj, këta ta shesin të bishin nder. Janë gjithmonë mirë, nuk pranojnë as oponencë. Dhe vetë ta ky kryeministri, vim ke pyetja juaj. 6 milion fuqi në vit ai. Edhe janë llogaritur ato sa 1 ton i bie në vit. Dhe vjen puna, i bie 6 fishi kësaj që prodhojmë. 6 fishi i kësaj që prodhojmë sot. Dhe në këtë nuk quhet entuziazëm negativ, po një entuziazëm pozitiv që me të vërtetë edhe ne nga pikpamja gjeologjike e themi që po ka. Dhe të thuash që ata nuk e gjetën naftën si e deshëm, duke që u thaj që nafta është benzinë, është e lehtë, është kompensat, është e lehtë, që ashtu do të jetë në fakt. Dhe u dorëzuan, unë mendoj që ata u dorëzuan si kundër dhe Dumreja, që në një moment tjetër më të vështirë për fuqinë e naftës, për dollarët që ka fuqia, ata e kanë pronë të tyre, e kanë pikë të tyre, e filluan vetë, ndaluan vetë, po e quajnë pronë të tyre, s'kam punën e të veja di kompani tjetër t'ja u marrin nga dora këtyre, dhe në moment caktuar ai e nxjerr me $200 barelën, bie fjala nga 80 që është sot. Dhe unë mendoj që ka naftë. Edhe vetëm aty, por ka naftë në disa zona të tjera që këta i mbajnë pika diku për një moment dytë ose. Kështu që unë si gjeolog për le të themi për të pasur të vazhdimsinë e marrëdhënieve që kanë me të jashtmin për të cëmzuar Shqipërinë, për ta shitur, për të ndërkohë që ne shqiptarët vazhdojmë akoma, kemi pensione më pak se 100.000 lekë. Ne të jemi yftyash. Ne të jemi sklever. Me këtë pasuri që ka vendi jonë, me që kërkove t'i pyeten. Se ndonjëherë bëndë pyeten me kunjat, e mirë bëndi. Po tjetër. Jo rebe, s'kam sistem jaune. Jo. Tani që të lindi shqiptari me 500.000 euro plus si asete natyrore, i ke 500.000 euro dhe gjo shqiptarë. Për këto i ka bërë llogari një nga ekonomistët, një shqiptar? Një person plus. Plus. 500.000 euro, se mos të lutem shumë dhe janë llogari. Nuk është lapsës 7-7. Mirë, vazhdo ti. Jo. Po ti vazhdo mos besoa dhe pyet me kunjë, s'kan gjë gjë. Por i ka bërë një nga ekonomistët më të mëdhenj turk me origjinë nga Kosova dhe ka thënë që shqiptari lind me 500.000 euro plus. Ndërkohë me 500.000 euro minus borxhe që ke marrë. Tani, unë e besoj, duke qenë inxhinier gjeolog, unë e besoj që kjo që kemi ne 1 milion ton naftë mesatarisht, që do të thotë përfrym na bie ai tonazh që ne na mjafton. Ndërkohë që vendet e tjera s'kan pikë nafte, përveç Rumanisë. Pra Rumania dhe Shqipëria përfrym 2 vendet më të pasura për naftë. Ndërkohë që ti je me Norvegjinë vendi më i pasur për ujë. Se ti tallesh me ujin, pastaj është punë tjetër. Po aman e ke njëherë ti. Qofse Gjermania ka pyll, ja tash një Gjermani di e ke shtëpian Berat. Ke 10 hektar pyll, un kam 1 hektar. Bile 11 jo, 100 hektar pyll gjerman nuk bën të njëjtin rol fotosinteze, gjelbërimi, thithje e ajrit, ozoni, prodhimi oksigjeni që e bën 1 hektar pyll në Shqipëri. Pra, ne kemi një lloj si nga pikpamje minerale, si nga pikpamje ekologjike, një vendi më i begat në botë, për shkak se kemi gjerësinë gjeografike, e kemi atë lloj gjerësie që quhet paralele, altitude, por ne kemi edhe longitude, do të thonë gjatësinë dhe gjerësinë, po kemi edhe lartësinë, altitude, që do të thotë që vetë se jemi në një tokë, siç është Kuba bie fjala, apo siç është Italia, siç është Japonia, paman jemi ndryshe, Japonia vulkan, Italia është tokë tjetër, nësa ne jemi toka edhe me male, që rritet çdo lloj pemësh, drurës deri në 1700 metra. Në të kuptim është vendi më i pasur. E qartë, kjo është ajo siç na ka falur natyra, fati jon i mirë që jemi shqiptarë, që kemi gjithë këto resurse ka gjëra kaq mira. Shqipëria sot, në varësi të këtyre pushtetarëve, këtyre njerëzve që ju e thoni dhe unë e vlerësoj këtë pjesë që nuk mbani asnjë lloj nuance ose le të themi krahu. Krahu është shqiptaria dhe shqiptarët. Atë e dim. Ky është. Por
Sot Shqipëria është më mirë apo më keq? Ndër vite që ju e keni bërë këtë rrugtimin tuaj, gjithmonë duke qenë oponent në çfarë do lloj situate dhe pushteti që ka qenë Shqipëri. Pyetje drejtësh. Nëse fut një logjikë inxhinierike, mendoj që është më keq. Sepse do ishte më mirë që mos atrazoje. Do ishte më mirë, më kam mbrojtur gjëra plot. Do ishte më mirë që mos atrazoje atë naftë. Do ishte më mirë që mos atrazoje atë krom, atë bagaj që përmbante arë. Do ishte më mirë mos atrazoje ta lije për një qeveri më të mirë. Për një qeverisje më të mirë. Se sa ta shfrytëzosh atë naftë në mënyrë, ne themi shfrytëzim barbar, kanibale në fojza, që do të thotë që qofte impuls joni, i jep 2 ton, 24 orë, dhe ti me metoda barbare, i merr 14 ton, 7 fish. Do të thotë që ky pus, ky vëndburim nuk ron 400 vjet, si Mariniza, po do roj 20 vjet, 25 atë që është kontrata. Pra, është qëllimi keq. Atë më mirë një qeverisje dobët për momenti, po edhe pa e cënuar, pa e dëmtuar, pa e shkatruar, po. E ka për vetë. Patjetër, po. Ideja është kur e thotë një profesionist që ne nuk e dim tash që sa platin, po bravo, sa platin dhe sa ar prodhon bakri dhe kromi jon. Atë e merr ai, çka quhet ai atje në lindje. Ne nuk e dim këtë gjë. Pse mos ta thoj ai që ne kemi patur fabrika. Buqiza është një nga qytetet më të varfër në Shqipëri. Po, edhe bravo, faleminderit. Domethënë, kjo është realiteti, po s'kam gjë më realitet do ta them. Kjo është ajo. Po pra. Prandaj edhe pyetën bëja me pisk, nuk them gjë unë. Po ama në vërtetë është e vërtetë. E vërtetë është. Duhet parë sy njëri tjetrit. Çfarë? Un kam syze po. Po, sy po mirë, unë hoqja Kastile, si njëri do mande, o ti u. Tani, mund të ditë që qytetari më i varfër është Mariniza, Visoka, Zharza, që prodhon atë nga këmbët e tij, prodhon gjithë atë produkt nafte. Çfarë paradoksi. Mundet kjo buqiza që janë me mira mahune në rrugën më të shkatruar është buqiz, burel, rruga më e shkatruar më burel. Edhe mundet që gjithë ky prodhim që shkon në Durrës, edhe kur thaj, e shikon këto dhe tallesh ai. Tash unë, me 4 klasë jam thaj. Kush ai? Po i bëja një studim mjedisor pluri, dotja në portin e Durrësit. Se ne ai njohim veç një herë prandaj. Po ai ishte ai, po mirë e keni bravo. Ai aty. Ai ishte ai pra. Se ka shkuar në mënyrë për shkallëzuar le të themi, janë bërë dhe këta ai me unë jam në 4 klasë ai dhe ti kërkon të bësh mua studime si ndot si bën ai. Po unë dhe ai imagjinon ndodhi Shqipëria më beson mua të menaxhoj në 4 klasë këtë krom dhe e menaxhoj unë dhe të marr një krom dhe. Sa vite bëhet që ju luftoni e bëni këtë gjë? Po nuk jam i mërzitur, po kam 2004 sot. Ai është gënjur, jo i mërzitur, është gënjur që ndoshta nuk ka reflektuar dikush. Qoftë edhe ai, por edhe ke ai tjetër këtu poshtë, ai kur të vdes atëherë do t'i kuptosh se sa gjëra kanë përmirësuar, se sa gjëra kanë ndryshuar dhe sikur dhe 10% apo 1% të asaj gjëje që do ndodhte, e kemi bërë që mos ndodhi 100% dhe kemi fituar betejë pafund. Që kemi fituar, por nuk dua t'i them me gjallë. A kishe pritshmëri tjera? Je jashtë pritshmërive? Po, shumë bukur. Po, kam pas pritshmëri tjera. Edhe pritshmëri tjera. Dhe nuk mërzitem që sepse ndoshta lufta është e gjatë. Lufta betejë është maraton, nuk është një vrap 100 metrë apo 400 metrë. Betejat janë sigurisht janë betejë, janë shumë. Janë brenda një kauza është e njëjtë, betejat janë ndryshme dhe të gjata. Urdo. Kjo është prej vitesh. A ka një agjend që duan shkatrohet Shqipëria? Po, bravo. Asnjë s'ma ka bërë të pyetje, po. Tu jeni pisk, sado që bëhen pyetje të pisk, tu jemi me të vërtetën. Prandaj edhe njerëzit ndoshta nuk i mundohen të kuptojnë ato, le të themi notat, por tu nuk ka fare. Unë besoj. Ka një agjend. Nga një perandori arabnore, thonë studiuesit evropian, u kthyen perandori bizantine që emri Bizant nuk është përmendur kur. Nga një gadishull ilirik deri 1820, u kthyen gadishull ballkanik. Nga një gjuhë shqipe hyjnore, kërkojnë ta quanin gjuhë shqipe të mallkuar. Apo jo, vinte Kozma Papai dhe thoshte, mësoni gjuhën greke se gjuha shqipe është e mallkuar. Nga një ferman i sultanit që gjitha gjuhët i lejon. Vetëm gjuhën turke kishte, pa gjuhën shqipe kishte ferman që ajo të ndalohesh. Vetëm ta shkruaje, po edhe ta flisje. Edhe me gjithatë gjuha shqipe, kur erdhi zyrtare në 1920, për 5 vjet, 1925, Panoli apo thoje nga kolonja Luarasët e tjerë përkthyen veprat
e të mëdhenjve, Ibsen, Shakespeare, vazhdojnë, në një nivel me frëngjishten dhe në disa raste më mirë. Pra një gjuhë shqipe 500 vjetë është dukur, 5 vjetë gjurtare, dhe përktheu në nivel me frëngjishten dhe shumë herë, pra është gjuha e parë në botë që përktheu Shakespeare-in shumë herë më mirë se gjuhët e tjera po se po, ndonjëherë baras me frëngjishten, gjuha gjuhë letrare e frëngjishtja, edhe ndonjëherë edhe më lartë se ajo. Pra, këta kanë dashur ta quajnë, mirë, përgjigje për të thuaj shpejt e shpejt, kanë dashur që ta namojnë, nemon, ta bëjnë të nemon shqiptari, vlerat e shqiptarisë, etnokulturën, gjuhën, historinë. Dhe erdhi 878, për mua është një datë e mallkuar, 3 muaj që u mor kancelari gjerman i asaj kohe, që o ta zhbëj Shqipërinë duke hequr llokma të mëdha të pjesës së Kosovës, Dardanisë, ndërruan dhe emrin nga Dardan, e quajtën Kosovë, e përmeshme dhe kjo, nga Kosovar, i quajtën Kosovar, nuk thonë shqiptarët e Kosovës, që e tjerë po thonë Kosovar, me rëndom. Marsor i quajtën Malok, Marsor Dibran, Dukagjinasit, Marsia Madhe dhe Tropoja dhe njerëz të ushqyer me oksigjen dhe me ozon. A mund të jetë ignorant një nga Tropoja, një nga Dukagjini? Kurse kume, sepse është ushqyer me ozon, pra me otresh. Dhe turi ulen këmbkryq. Kur bisedojnë marsorët, ulen këmbkryq, që duke ulur këmbkryqti, rinë të drejt. Dhe 100 vjet përpara, në 1922, doktori kanades në Shkodër, në Marsinë e Shkodrës, në 100.000 vizita për 2-3 vjet sa ndeli, vetëm një ishte me kancer. Dhe cili ishte zbulimi i tij? Që shqiptarët populli më vital në botë, jo në Ballkan, në botë. Popull që del jashtë 3 herë në ditë, si dalin pakistanezët sot. 3 herë. Dalin jashtë shtëpisë. Po jo, dalin jashtë shitje pra 3 herë, po sepse njeriu po doli 3 herë në ditë, do thotë i ka hequr helmet e trupit. Shqiptarët ushqehen vegetarian. Do bëjmë edhe thirrje gjithë atyre që sot të dalin sa më shpesh jashtë që të jenë edhe më të shëndetshëm, më të fizikshëm. Dakor, atë thirrja është kjo për shqiptarët. Sa më pak për mos thënë fare produkte të mishta, sa më pranë ushqimeve vegetariane, salatra, sa më mirë bulmet natyror, jo bulmet me qumë shplure e tjera, po braktisi. Këto firma të mëdha që kanë bulmetra me qumë shplure, braktisi më. Sa më shumë fruta, e thash, të lara, sigurisht që mund keni, po fruta e merr shumë herë më pak pesticidin se sa e merr mishi. Mishi e ruan, nësa fruta edhe e lanë edhe e heq. Ndërkohë duhet të ruajnë zorën e trash, sepse sistemi i zorës trash, pasi elmohet, nga imagjino dhe njeriu dhe ble lek për të elmuar trupin e. Dhe ku vete 40-50 kthehet paciente valla. Dhe ai ble ilaçe, ble për tensionin, për diabete, po i diabeti dhe tensioni nuk janë sëmundje. Ai bën skaner për romatizmin, por nuk ka çfarë mund bëj skaner ty romatizmit tënde. Kurse si. Sa ilaçe përdorin sot? O ta përdorin unë, po çka me këtë dhe shëllë. Ku të bën pyetje kështu ti? Nuk e ta dhe shëllë. Nuk përdorni fare. Po fare. Po na e pra sekretin. Na e sekretin se ka shqiptarë që mbajnë qesën plot me ilaçe, e di ju që janë mbushur shqiptarët. Sot njerëzit nëpër frigoriferët e tyre nuk kanë më ushqime, nuk kanë ushqime. Kanë ilaçe. Kur jep leksion në frigoriferi, thosh në studenta, që studenta aty. Frigoriferi qerek bosh, sepse kur e ke ploti fëmia nuk di këtë zgjedhje dhe e quan që babai s'mi ka marrë gjitha gjërat. Lëre qerek bosh, rritet ajo oreksi, nga ajo që e shikon pak bosh sepse njeriu duhet ta kërkojë ushqimin, si punë ujkut më vaj. Ujku kur s'ka ushqim, që ka marrë uria, kërkon ushqim edhe. Bile si ka lindur akoma ndjesia. Edhe lëvizje. Lëvizje. Ecën ai 10 kilometra, ecën 20 kilometra, akoma s'po e gjen delen që do shujej, sepse do të ketë një ndjesi që ti shtohet nga uria shtohet oreksi, nga oreksi shtohet ndjesia që të gjej delen e sëmur, dhe të veja ti e pasaj ke pas 60 kilometrash natën, atëre do të ketë mundësinë ai që ta çaj atë gardh aty e futja kot plevica që s'ka mundësi ta ruaj njëri ujkun, sepse ai është i tmeshëm për të gjetur mënyrën, është fantastik një survejor, si quhen këta mbikëqyrësat e parë të një ushtrie, ujku ti, mbikëqyrësi kryesor që gjen çara. Ke dalin do ke që të bësh bisedë me njerëz të tillë, me njerëz që kanë studiuar, kanë kontribuar vazhdimisht prej vitesh dhe nuk lodhen asnjëherë dhe është për t'u vlerësuar. Të falenderoj shumë. Besoj se ke parë një video dje që ka cirkuluar këtë ditë
Me atë Luanin që ka fshon atë zotrin tek qafa. E keni parë? Është një Jo se video. në parë, ku ka ndodhur? Do ta tregoj këtu, jo, këtu në Shqipëri. Do njerëzit kanë filluar mbajnë si kafshë shtëpiake edhe Luan. Je shku. Ja për të gjithë ndoshta E ka fshoi ke qafa. Do të ta përqafonte, ta puthte, ta lellatonte. Atëherë, Me qësë ishit e ujku dhe... jo mirë bërë, atëherë, unë mendoj kështu, që Luani nuk ka mundësi ti të krijosh habitat shtëpi. Luan, mbreti natyrës, nuk është mbreti shtëpisë. Por megjithatë, po që për mbret, është ujku mbret. Se ujku nuk futet ku në cirë. Po që për grad liri, 24.0 grad, edhe unë kam pas sistem ujku, po më ka rënë s'po gjej dodi, sepse duhet të jesh në Austri, aty kanë bler 2-3 sistema, po më kanë rënë. Ujku nuk futet në cirk, Luani futet në cirk. E qartë të kuptoj. Iku kjo. Tjetër, sa do ti ta edhe Luani që mbahet në këto në kopshte zoologjike, është tmerrsh. Prapë edhe. Ariu në Jeni kopshte, kundra. kundra, totalisht kundra. Se ai mbahet në rezervat, një rezervat 2 km me 2 km, 4 orë bie fjala. Po jo në Po shtëpi. jo mi vask. Sepse i tha, ai akrepi më, e mori e shptoi atë bretkostën e cëmure, e mori e çoi nga bregu lumin breg tjetër. Edhe rrugës në lum, ti e hengri atë. Po thaj, bretkosa e shpëtoi e mori në krah akrepin. Po? Edhe masi e mori në krah, e la në breg atje, e shpëtoi ai dhe i ta ngrene. Po pse edhe unë shpëtova ti thaj. Shpëtova ti mua, po bëra detyrën dhe. Është detyra ime. Detyra ime dhe unë atë kam detyrë dhe të kapshoj dhe të selmi dhe edhe punë e Luanit. Ai ka bërë detyrën Luan. Detyrë, pra asgjë nuk ka asgjë fare këtu. Nuk ka pse se ky është shati nga nëna Luan. Jo, absolutisht jo. Ti e ke marrë, e ke mbyllur atë, nuk kushte ka pasi, shtëpia ka pas. Po është e njëjta gjë mbyllur Shqiponin ka pas, por nuk mbyllet vetëm Kanarina ka pas. Bilbilin ka pas, por nuk mbyllet në bujë. Po mbyllet edhe Skënderbeu. Kafazi aty mbyllet edhe Skënderbeun. Heroin ton kombëtar e mbyllin Kafaz. Her pas here në sheshin Skënderbeu. Mirë bëndi që kalon nga një fush në një fush. Po, e tham Luani, e tham ujkun, po ajo është më e rënda akoma. Pyetja që u bëni me pisk, ti e ke me pisk pyetjen, unë do të përgjigjem pa pisk. Dakor? Ju keni përgjigjur nga pyetja. Është dakord për këtë. Një nga gjërat më të shëmtuara që bëhen për këtë figurë, heroi, jo hero kombëtar, kujdes, hero europian. Ndjes, e vërtetë është kjo. E kemi thënë. Hero europian sepse senatori, jo më janë rregull ti më vllajt, edhe që ne e mësojmë në Jo, të lutem, jo, janë rregull, shumë na mësojnë. Jo më jo. Tash ndodhi që mos ishte Skënderbeu për 25 vjet, nuk do të dihet i them unë të huajve që vinë ke Putina në Berat. Akoma s'ka filluar mirë, po ai sa. Nuk do të dihet zotrote në Francë, në Itali, në Angli, Gjermani, apo ku duash ti, se çfarë gjuhë do flisje. Se ato 25 vjet në kulmin e fuqisë perandorit të sultanit Mehmet i dytë, ishte ai që i ndaloi. Sepse bëma ki që në atë periudhë maksimumi, se pastaj erdhën Shqipërilin 150 vjet shqiptar nga roshniku i Beratit, e mbajti 150 vjet kryeministrat si kryeministri sultanati. Dhe në farë mënyrë u dobësua. Dhe s'kishe fuqi më ajo të shkonte në për Vjenë dhe në për Itali. Nësa në Sultan Mehmeti, me atë furi që kishte, atje në Paris, atje në Britani, s'koti do shkonte, ja sigurt. Dhe këta nuk dije çfarë gjuhë do flisin. Pra, ky hero që ndaloi këtë furi, që ishte më shumë se strateg, ishte diplomat i madh, ishte i vetmi që vuri gjenealogjin nga Akili, me atë Bicjapin, bile nga Zeusi, nga Akili, nga Aleksandri Madh, Piro e Pirit, dhe Skënderbeu i generali i 5, që vuri për krenare në Bicjapi, mbret i Matit, i Emathisë, i Epirit, i Ezuret, Nazareti, pra ato inicialet që ka me inicialet që ka në përkrenare. Ky Skënderbeu, që mësohet në sagat e vendeve nordike, klase parë, klase 2, në sagat ose në diturit e vendeve nordike, Irland, Island, Skoci, Danimark, Norvegji, Suedi, Finland. Po në këto 8 vende mësohet Skënderbeu që në shkollë fillore, për t'i thënë atyre që këtë njeri duam. Ky është njeriu pra. Modeli, faleminderit. Ky është strategu. Ne e rrethojmë, e kemi para atyre. Aty do rrethojmë. Dhe ka 2500 vepra kushtuar Skënderbeut, simfoni, oper, vjersh, Heri Longfellow. 2500. Po Napoleoni 500. Napoleoni ky i madh me që është francez. 500 ka jeti. 2500 Skënderbeu pra, të shkruara në libra për të. Kështu që në këtë pikpamje, ky njeri madhështor,
ku ne duhet i përulemi, duhet ta ruajmë, ta mbrojmë, ta duam përbashkus, sepse është shteti i parë europian, Ribëri Skënderbeu, në 2 mars 1444, shteti i parë europian ku bashkoi ato principata shtetet ishin principata atëherë. Po nuk u bashkua as Roma, as Venecia, as Milanua, as Frankët, as Galët, as Keltët, nuk u bashkuan dot. Deri një ishën, Venet, apo Milano, apo Roma, apo Napoli, ishim vetëm o principate Napoli. Si bashkuan dot, pa ai bashkoi 12. Jo rastisht me numrin 12. Jo rastisht Europa ka 12 yje. Ato janë 28 vende në Europë. Pse më 12? Pse? Po sepse buri shqiptar, ai Bajraku, ulesh me 12 burra që merresh vendimin. Po Zeusi pra me 12 burra. Edhe Europa është orientuar. Po patjetër, çfarë po thua pis. Po pse duhet futemi në Europë ne? Po mos fut fare më. Ai s'ke po të futur kurni se që të futesh, ato do të paguajnë harrazhin të turk, të serbit, të italianit, të anglezit ka vjedhur, të gjermanit që të ndau. Do paguaj harrazhi ai gjerman, ai Bismarck. Po pse do të na fusi këtu? Pse do të na fusi? Po kota futja. Pse na shitet ky ushqim? Pse na jepet ky ushqim? Pse na jepet ky helm apo? Të përkëllel ty sedër. Kur thotë ai shtet mini shtet Bektashi, ai përkëllel sedrën ty. Ndihesh mirë që janë boc. E kupton? E vjen mirë ty dhe edhe nxitohesh që thua po e duam. Po si e do këtë një mini shtet Bektashi, që unë jam vetë Bektashi. Çfarë mendimi keni ju për shtetin Bektashi? Shtet brenda shtetit. Absolutisht, sepse kundra më. Kundra. U tremet, çka ke? Kundra. Sepse më krijohet, po më çajet kushtetuta më ju. Po më çajet toka, më merrin tokë tjetër, që ti sot e bën besim Bektashi, po edhe s'kam ndonjë gjë të keqe, qofse po ka këtë keqen tjetër, që ti krijon precedentin për të bërë asociacioni minoritar i Marës, për të bërë Delvina vete, po ti sot ke atje Manasir Saranda, Agjio Saranda, hyrë në Google, edhe ty Saranda për drejt se ishin 40 shentor armen, edhe gjuaj që kur është greke Saranda, ndërkohë që ishe Onezëm, ishte jadi i Enea Dardanit, që është Onezëm, Saranda, në vajtë e mori të emër, për shkak 40 shentorëve, s'ka lidhje me regjin, shentorëve armen. Po ke Manasirin, Agjio Manasiri, po ke, pra ti ke akoma sot. Të gjithë të tjera. Po mirë, nëse nuk hidhen ta, jemi dakord që të krijohet një shtet Bektashin. Po se s'bën do krijojnë këtë gjë më valla, do këtë precedent. Ne pa diskutuar, edhe ai nuk e ka mendje. Ngret Altini Sazani. Kryeministri nuk e ka ajo se nuk i. Po pse bën edhe? Pse e bën pra për të marrë ne tash në këtë lloj. Më merr kohën ti mua, po heqim. Kalojm pak po ushqimi. Më thuaj pak për këtë vetit e salmonelës, çfarë veti ushqyese kanë salmonela që bën mirë për ti vazhdo pyet me pisk. Pa ja ai ujku ti. Ajo del. Dalin nuk e ujku ti. Vetëm na thuaj gjëra pozitive për salmonelën se i hajm vazhdimisht, unë i hajm mëngjes drejt darkë, mbaroj. Shoh që frigoriferin veç ashtu kanë salmonelë. E para herë ti që ta hash një pul kombinati. Jo, pul nuk ka mor salmonelën vetëm. Po salmonela është në pul apo? Edhe po nuk që e del pra, që e dikton pulën me salmonel, prandaj do të jetë pula në fush. Nësa pula në kombinat nuk ka çfarë bën del për shketi. Si për daracë. Sepse ajo lind në katën e parë, katën e 4, shkon në katën e 3 të rritet, katën e 2, katën e parë therat. Pra për 4 javë, pula ti kujton se po ha pul. Po ha salmonel. Po ha salmonel. Edhe po mos ishte në fush pula ti. Duke qenë në fush, këtë bën fusha e para, çukit në gur. Ha pula gur ka pasur shprehje. Patjetër pra. Do ta i mender atë, ta çukisi që ka atë se i merr në një bakter pozitiv asaj të njeriu, pula, do ta edhe a pula mender pra. A thuhet kështu. Po. A dhe shkem, a dhe atë që stuhet thotë ai. Po, aty stuhet. Dhe do të vi del pra, në këto 100 pula, janë 10 janë me salmonel, do të vi del pra që ti do të bësh gek dhe mek poteri del pra, si ajo do skarcoj ato që janë cëmura, sepse është pastruese. Del pra, pastruese natyrës del pra. Ujku, duke ngrënë delet me bruceloz, aty në barmashti. Unë i thoshe në gjiri pyre. Që ta kuptojmë të si han delen që ka... Po ujku e juru, a thamë që jurit ujku jurit kjo ndjesia. Se s'ka ndjesi ujku më dhe. Kër ngelet jurit në ndjesia. Edhe dalone, në pas 60 kilometrave, në plevicën e 10, bje fjalla, a i dalon që aty janë 20 delet cëmura me bruceloz. Bëqa dushti me 20 balo, me 20 balo. Nuk do të mirën, do të keqen. Të keqen e vaj, edhe nuk e e therë. E pickon këtu o fat, edhe e therë, edhe shpëton njerëzimin e i, sepse laboratori mjekësor, më i madh i botë, më i sofistikuar, nuk e gjen dot
sëmundjen në qast, në përsigjalli të bucelozës. Më miri. Më Miri, miri, nuk e jo, gjen dot. ujku po. Ujku Del e pra gjen. po. Faleminderit. E tash nga pisu Jo, tani jemi qartë. Jo, në regjim. Edhe Delja, edhe dhe pra, nuk e gjen dot ai. Nuk ai a kontrolluan këta për sa mënyrë. Nuk gjen gjë. Nuk gjetën. Nuk gjetën, po s'ka si gjen apo. Si s'morni ujë. Se s'mori del pra, jo del pra. Del pra, okay, del. Punala merret për e qartë, gjë tjetër më të vogël. Për idenë ujku ose për gjë të vogël. E qartë. Edhe ujku merret për leopardin e tjerë etj. Edhe quhet ky ekuilibër drer ujk. Që do të thotë? Po këto ujku shijakut, ujku... Po, ujku shijakut, këto nuk e gjen dot. Po si shkon ujku njëri... Ujku të rrikut, janë bërë shumë ujq, ti thu s'ka ujq, për ka gjitha ne. Po, janë bërë shumë skete, gjinade. Realisht, qa efektesh negative ka salmonela, dhe si ka mundësi që nuk pati asnjë lloj reagimi, si institucional, si politik, si dhe nga ne qytetarë, nga ne njerëzit. Jo, thirrja për mua është kjo, që lëm një mesazh. Patjetër. Për mua, pavarësisht se është rënd për bizneset e ngritura, për mua është rënd, po më e rënd është sëmundjet që lindin mbas përdorimit të këtyre pulave, kombinati, pulave që shohin drejt dielli. Laborator. Njëherë në dyja punar laborator. Dhe njëherë në 2-3 javë, njeriu t'i krijohet mundësia, në mos me lekë të veta, apo dikush një kunat, një vllaj që bën një fest një në muaj, një pul fushë e ka të mjaftueshme. Një në muaj, një pul fushë. Ju po jepni zgjidhje, por si nuk pati reagim pra. 18 ton futet Shqipërinë. Po ti po nuk e di, po janë 100 ton futet qumësh plur, keni reagim ti? Po ka edhe për unë reagova për vetë, tash nuset më morëm qumësh erzeni. Për aq kohë sa erzeni apo kush do i qoftë, s'kam lidhje me erzenin, po. Jo, ajo që është. Po, ajo që. Ka probleme thotë mua atje, nuk më thotë në tabela atje. Kaq % plur, kaq % natyral. Ose 100% plur. Pa e zgjedh vetëm. E fshet. E zgjedh vetëm. Edhe 100% plur është 1500 lekë litri. 100% natyral është 4000 lekë litri. I përzjer 2500 lekë litri. Pra, ma thoj këtë gjë. Nuk ka ti të tilla gjëra. Kjo është e tmerrshme, se fakti që ty i ke pacient njerëzit, e para që nuk rinë drejt. Nuk mendojnë drejt. Po s'ne dhe drejti, nuk mendon drejt. Nuk ulen më këmbkryq njerëzit. Që të ulesh këmbkryq. Që gjaku të shkojë, që bullave një ishte ata që ulesh këmbkryq. Ani në sofër. Që gjaku shkon nga stomak, stomak tru. Tru stomak, stomak tru. Që ofse ti ri në kem, anë dhe në kem njerë që mëngjesin e kem. Nuk duhet. Nuk duhet absolutisht. Vehu mesazhe dhe as ujë, as edhe ushqim jo. Edhe ujë. Po edhe ujë bekuar edhe. Ujën e bekon njerë apo edhe. Pastaj e pim edhe. I lutesh njerë ujit, pam se uji digjon. Ti se jo ti, po në përgjithësi njeriu ku është. Unë them kamaririt, ma bëj kafen me një keng. Nga jeti, nga Dibra, nga tjeshte, nga Beradi, nga tjerë. Qa duhet edhe. Si e ka mirë. Me kengë edhe. Si e ka mirë. Mesazhi e, po s'është mirë. Si e ndjerë kur kanë thënë që e ka mirë, për shumë gjëra që keni thënë ju që ju jeni shumë larg nesh, me ato si çfarë studioni, me shumë informacione që keni. E keni të dedikuar jetën tuaj në një profil caktuar dhe faleminderit që keni dhënë aq pak sa ne kemi kuptuar. Ju keni dhënë shumë, por aq pak kemi kuptuar ne. Si s'kemi gjetur dot gjuhën ndoshta. Por si ndjeni kur kanë thënë ky çfarë thot ky valla, ose shqiptarët që janë populli i parë në botë. Të gjitha këto informacione që na keni dhënë, gjitha këto të vërteta që janë shumë larg për shkak se ky ushqimi le të themi që ne marrim në përditshmërinë tonë dominon më shumë. Dhe kur del sazani ose X i tjetri, aq pak sa janë. Njësohen direkt, çfarë thotë ky se ka mirë. Po, e thon atje. Po unë jam mësuar dhe kam shumë vite që grupe njerëzish vinë dhe më kërkojnë ndjes pas X kohë. Ndjes. Që këtë dinim. I keni falur? Po patjetër, po bileve një grup tjetër para në kohën që ishte në Panajir, grup militorësh. Edhe erdhi tha militori, edhe ty dinim egzotik, tha po ti je i vetmi njeri që ditë falësh. Edhe kemi bërë bisedë ta në grup tha. Sepse i kam thirrur shpesh militorë për mbrojtjen e gurit gjuzës, edhe jo se lëshova fjalë për ata, po thash si ka mundësi mos vinë. Edhe ata ruanin vetëm pozicionin e fëmijës në punë shteti, të mbesës ndonjëri, po ndonjëri ishte i pëses, militor me pësen, unë se kuptoj dot gjë. Dakor? Vjen afër me edhe çam me pësen, nuk e kuptoj dot. Nuk e kuptoj unë, po ata mund të ndrej. Po, unë kam frikë se mos vallë gjyshit e tyre kanë bërë me zarar kështu ke rrotull aty edhe se atë kohë viteve 45-50 zarare bënin ata. Edhe ky mund të jetë nipi atij që ka frymin e gjyshit edhe. Po megjithatë. Sazan, a kemi marrë një pikë ne që po ja fusim njëri tjetrin?
Shiko, kjo është veti njerëzore, futja. Është veti njerëzore. Por njeriu duhet mendoj për shumë vlera që ka një kom, që është familja, që është kombi vet, kombi familje madhe. Por normat janë norma shumë të bukura të shqiptarëve, ndershmëria, 12 librat e kanulit që janë nder, gruaja, familja, prona, e kupton? Janë 12 libra që e bën njeriu me parime që të jetë vetvetja, që të jetë njeri natyror. Kjo është arsyeja që unë me parime udhëhiqem, që dua njeriu, dua natyrën, dua kafshët, i respektoj ata, mbasi dua i respektoj ata, edhe pyetje suaj, edhe kur ai ka një mendim negativ, po ky ç'a e bën, si e bën, unë prap i fal. Po aman në një farë mënyrë i kam vrarë në thonjza me pambuk. Edhe nuk janë përgjigjur zjarrit me zjarr, po nuk janë përgjigjur zjarrit me zjarr, sepse thot Nën Tereza që të vi unë për një protestë kundër luftës, i shtoj luftës luftë. Po për të vi për një protestë për paqen, vi, edhe punë e kësaj, që ti e përdor argumentin tënd në formën e një qiriri, që thot në një frashi, qiri hajsat në të qosh tjetrin, jo me dritë se e verbon tjetrin, e përdor avasha bit by bit, avash e bëm këtë gjë, edhe kjo që bëjmë bashkë ne, një lloj ndriçimi është atë dituri që kam, atë lloj zgjedhje që kam, të libra, se edhe librat, edhe dituria është fuqi, knowledge is power, kur thon këta. Dituria është fuqi, patjetër. Sidomos këtë ditë ku jemi sot e gjitha me këtë po. Kur e mban për vete, ka pi parim tjetër. E këtë mësova në Shkodër. Kur e mban dije për vete, i ngjan një koshi të plerave. Pra, e mban vetë. Që dalim ke pyetje, është më mirë brenda apo jashtë? Po pra, për këtë brenda jashtë Shqipërisë. Jo, për këtë që thot kur e mban brenda. Kur e mban, tha i Shkodrani pra, që i ndihmoja unë për diçka lidhur me një fabrikë derash, që ishin 3-4 ministrat. E fituam gjyqin. Fabrikë kompleks derash që i mundinte jetën atyre 30 familjeve që ishin në pushat. Dhe e mbrojtën e fituam gjyqin. Ka qenë shumë buri mirë e gjyqtarit. Dhe ai më mësoi që kur e mban dijen për vete, është si koshi i plerave që vjen erë kur e mban. Kur e shpërndan ti, si e futa me vlerë. Pa ti e shpërndan dijen dhe ai ta kthen në një mënyrë. Pra nuk është mirë ta mbash brenda. Nuk është mirë ta mbash brenda. Do ta shpërndash pra. Të kapa një tjetër. Që mirë, dakord, po vazhdoni me ti, se mbjaun. Po vazhdoni me këto. Edhe i thanë ati, por ti Amerikanët i dhe i farë të mirë atyre fqime dhe. Po për vete se mbajnë e farën e mirë të grurit. Po fara e mirë të tyre dhe. Do vi prap kjo unë. Do vi prap kjo unë dhe. Sa do që të ngacmoj prap, unë jam shumë i vëmendshëm do se çka thoni. Mu pëlqen shumë që ju çdo gjë e lidhni me proces, me etapa. Kjo shkon këtu, pra po ja dhash atij, do ma kthej prap, kjo do shkoj këtu. Gjitha edhe zinxhiri që shpjeguat pak më parë, pra dhelë, pra pula ose ujku. Jam shumë kurioz të di, a ka një proces tjetër të njeriu para se të mendosh? Ju për shembull keni menduar ndonjëherë që ju mendoni? Si mendoj, shkuptim. Mendojmë, njeriu, vetë si krijes, si qenie, mendon. Po mendon. Por që ti të mendosh që po mendon. Po, mendimi është proces natyror ke njeriu. Njeriu nuk duhet të rëmbet që ka mendime të shumta, po duhet t'i kanalizojë në mendime pozitive. Unë kam formuar një tip, mund ta kem në natyrë, po edhe e kam formuar vetë, që nuk them kur nuk dua, nuk mund, nuk di. Pra nuk e ushqem veten me ngjyresa negative. Po. Tjetër nuk ushqej veten me çfarë ndodh në politikë, me gjëra negative të politikës. Nuk i vuaj fare ato. Dhe mendoj pozitivisht për një gjë që dua të zgjidh, e mendoj jo me dyshim. Duket në pamje të parë sikur ma hedhi mua që kam unë njerëz brenda familjes që dyshojnë për gjëra. Po sikur ta hedhi. Unë është më mirë thot një shprehje tjetër parim, që më mirë të besosh dhe të humbasësh se sa mos besosh se e vuan shumë ti atë mosbesim. Atë gjë që mund të ndodhi në raste të veçanta mosbesimi që të dalë ty, po ti rron me mosbesimin, rron me energji negative brenda vetes. E ushqen më shumë atë, bësh pjesë e asaj, bësh pjesë e gjithmonë dyshuese dhe dyshuese është të mëshme ti. Nuk jetohet negative, shumë vështirë. Edhe kur thon mua që në Berat që kam shokët e feministë, janë çik më. Bësh sot me shokë shumë, po unë jam mjeshtër për të gjë. Bravo. Gjithë shokët që ka nga 2 vjeç edhe se edhe ajo pyetje që bëra për futin e njëri tjetrit, ne mos kemi arritur një pikë që ne po humbasim njëri tjetrin. Po pra, po, shumë e drejtë pra. Unë jo vetëm me shokët e mi direkt, po unë edhe me fëmijët e shokëve.
kur kërkoj ndihmë tim, edhe i kujtoj. Tu se më rënqete. Më rënqete këtu. E kam seriozisht. Është pjesa që ne na mungon shumë kjo pjesë. Po pra, Adelina goca e një tekniku tim në naft, edhe më tha që unë jam goca e filanit dhe dua të di cilë zonë mund të blesh shtëpi në Tiranë. Unë jap telefonin. Ajo më numrin tim si jam në real estate. Dakor. Edhe i thash të ndihmon vllai. Pastaj unë jam goca e filanit thaj që ka pasur teknik. Aq më mirë po edhe po mos nifet, do ndihmon vllai edhe ku është pjesa më e mirë si inxhinier gjeolog. Dhe pra merresh edhe në kohë të lirë merresh edhe me si agent shitës. Jo, nuk merresh këtë pjesë. Në politikë. Në politikë. Jo, është një nga profesionet shumë mirë. Shqipëria për me zhvillim, ndërtime, gjëra. Unë bëj ndërë të tilla. Ka patur raste që më ka ofruar ai sekserin 10%, 20%. Jo, edhe unë. 20%? Ka patur raste. Nuk loshesh kështu sa va? Absolutisht jo. A ka një çmim sot njeriu? Shko, njeriu për mua çmimi është familja, nderi, sepse ajo gjë që ti me të vërtetë nuk duket. Për shembull, në mbrojtje që unë bëj komunitare, kam 10 vjet që unë i bëj si avokat pa i sentence. Po. Dhe në një mënyrë ke një shpërbim i parë, shpërbim shpirtëror. Ti ndihesh mirë me veten ti. Që të ngrihen 50 burra, kjo është shumë e vërtetë. Po mirë më ka një. Jo, është e vërtetë që ka një lloj. Po tash jam unë konkrete po. Ka paguar ajo? Jam unë konkrete më bujë. 50 dibran. Ka pagesë që ngrihen në kesh. Po për mua nuk ka pagesë që është lyer. Tjetër, në një mënyrë mbroj postripën. Po ai në një mënyrë, ai e bie urari, bie një peshë tave, ai bie ato arat, bie shege, leng shege. Nuk është se nuk si atë, unë kam që gjën bio nga kopshti, sepse ka enzima të larta. Është ndryshe një portokalle nga pema, ndryshe portokalle ja 2 ava të janë tezë. Ajo ka enzima që trupi prandaj sumuret, dim ke ushqyerja, se ikin enzimat e trupit. Edhe duke ikur enzimat e trupit, atëherë njeriu habet veten, nuk ka mikrobe pozitive ta gjëra negative që ble, sepse janë harxuar enzimat e trupit. Dhe kur e merr pemën nga frutët nga pema, ajo ka enzima të larta, edhe e pasuron trupin 1000 herë më tepër se një ilaç. Prandaj i them njerëzve besarisht, nëse e ndjen vetë ke stomaku, atë jo ilaçe për stomak, se turpi madhe, malet keqe. Turpi madhe, depresioni s'ka ilaçe, turpi madhe, marrësh ilaçe për depresionin. Për romatizëm, turpi madhe. Njerëz që japin, psikologë. Çova njeriu timu ke një psikologe dhe e tha mua vjen turp bëj ilaç, ata se është profesori i mesëm. Po pse do bësh ilaç? Po ai depresioni është çfarë është depresioni? Është sëmundje, nuk është sëmundje. Bravo. Nuk është sëmundje. Ja nam dorën prap. Ja, po tjetër. Pra, depresioni nuk është sëmundje, mjek. Po dëgjoj. Edhe ata njerëz që shkojnë atje nuk janë pacient. Ai s'është pacient. Po dëgjoj toti ti thuash një personi me depresion që nuk është sëmundje, që nuk je pacient, ti e ke shëruar vend atë. E vërtetë është. Bravo. Ke shëruar me po ti ato një person i besueshëm. Ti të ketë besime, ti jetë o mjek. Po ti je bilaçë, ti je valume, je gjëra kodi. Ti je shkaton edhe po varësi, po bravo. E kthen në illujtarinë e informën. Si mund të japësh depresioni ai që unë ndaj dashur nga mua. Depresioni ai që më di babai më maja që doja shumë edhe depresioni ka shumë arsye që çfarë standard. Shumë arsye që lindën një mungesë litiumi në trup. Litiumi element, mikroelement. Mungon ai, krijon depresion. Pra, nëse ti kuron shkakun që me mendje pozitive, që ushqesh mirë, krijon një materie brenda vetes, ke një vitaminë D3 brenda vetes, ke të pajisur trupin me vitamina B kompleks, e ke me magnez të pajisur trupin, ushqesh vegetarian që kanë energji të madhe, vegetarian, fruta, zarzavate, kanë energji të madhe një moll me çik dar, moll me çik djath. Moll me djath, per, karota me djath, per, portokale me djath, per. Dhe ti e ke përmirësuar veten, sigurisht. E përmison jo si ilaçi që duket sikur të përmison për një javë, po të ka sëmurur për 6 muaj. Ndërsa ushqimi që ti po flasim, të duket sikur nuk të përmison për një javë, po për 6 muaj ta jep avash avash. Se në fakt edhe ti je sëmurur avash avash, po se ke ndier. Pika që të bie, ajo është dërimi më i vështirë. Po ti nuk e ke ndier, po ti je pak e sëmurur avash avash. Po ti se ndjen dhe vjen një moment, pam ka përzem ne duket sikur je. Po këto nuk janë sëmundje. Është e drita që japin, ajo që puna që keni bërë ju për vitesh. Eksakt, depresioni, me që depresioni është çështje shumë, sepse ka shumë njerëz që vuajnë. Dhe është kthyer trend. Edhe njerëzit që thonë sot po dëgjoj, jo më larg se sot, po dëgjoj një rast që po fliste për
situata të tilla që njerëzit kanë luhatje, mund të jenë emocionale, shumë e shumë nga ato që thatë edhe ju, edhe jepnin ka filluar japin edhe të zgjidhjen, nëse prindërit jep ty këtë lloj ngarkese negative që thon këta, largo nga prindëri. Pa ka ilaç më të mirë se sa prindërit sot? Nga shkaku, po. Tjetër gjë, depresioni ka këtë që ti bën një autosuggestion, me mendime pozitive, kur fe, kur ngrihesh. Ushqehesh ta materien, to që vi përmendëm. Tjetër, nuk e mendon që është sëmundje, nuk e mendon veten që je pacient, është grip mental. Është një grip i mendjes, që si të vjen gripi, 1 javë, 2 javë, ikën. Biçim viroze luhati, ose re në them. Re, më bukur, e them më mirë ti. Re. Në momentin që ti e vlerëson shumë atë, aty ka një gjë që njeriu nuk duhet ta vlerësojë sëmundjen. Mos t'i japi edhe fare. Përqendrim, përqendrohet, japi vëmendje fare. Sëmundja është organike, flej aty, vjen vetë ajo. Ta jep shenjën aty. Po nëse ti sëmundjen e ke se të fillon frika, që ishte Covid, ishte frikë. Që është sëmundja organike, 5% është thot Freudi më, 10% është sëmundja organike, ne ajo është mentale, mendore që ti e shton frikën. Po edhe qofse do vdesësh si burmë, si ujku, ajo vdekje ujku. Do vdesësh si ujku. Gjë e bukur. Pra, gjëra të tilla ti i vlerëson në kuptimin që jo si një pacient, por i kalon shumë lehtë, nuk e vlerëson e tjera. Do kishe shumë dëshirë të qëndrojmë një ditë tjetër, një podcast tjetër, një intervistë, bashkëbisedim tjetër, kaq thjesht për këtë temë. Do ishte shumë me vlerë, ndoshta edhe për gjithë ata që na ndjekin që sot është kthyer ky trendi që shkojnë trokasin nëpër dyra që japin ilaç dhe i konsiderojnë pacient. Po mi pyetëm, kam më shumë apo më pak? Kam shumë psikolog, kam shumë mjek, kam shumë ilaçe. Edhe kjo është qëllim pra. Po, kam më shumë depresiv apo më pak? Më shumë përshtohem shumë për trendi. Këtë po themi, kjo është do kishte shumë dëshirë ta realizoj. Pin ilaçe, pin tension, pin ilaç. Ora kam shumë apo kam pak pacient, po kam shumë pacient. Po ç'është përgjigjja është vetë. Po përgjigjja është vetë. Përgjigjja është vetë. Sazan duhet të falë. Edhe ti je depresionin. Ta themi, do të merrem me punë vullnetare. Do të bëj një model të vetes. Do të rrisi profecin, vetë besimin e vetës. Po jo të kaloj në kundër arrogancë, jo delirant. E kundër të delirant është kundër të delirama? Delirant. Aha, okay. Delirant. Po e delirama vuan këtë gjë. Me luatje, i ke parë ndonjë kur e bën kështu? Le të vi këtu se nuk japim mas ilaçet, ja japim Ramës edhe një këshill ndoshta. Po të vi Rama ato person që kanë lloj ngarkese të tillë, mund t'ja japësh? Këshilla që i bëri Albin Kurti, që mirë që vjetë, apo se vjetë i popë të bashkë. Këshilla që i bërë disa të tjerë, që dëgjo akademin, dëgjo njerëzit e mirë të vendit dhe mos dëgjo ata që tretojnë që e gënjejnë, e mashtrojnë. Ka shumë këshilltar dobët, që ti thua është që uji në kuq apo në izvor të trajgjasit, nuk ka ndonjë gjë që 300 litra e merr ai dhe 11 litra e merr trajgjasi, tregon që ti je këshilltar i keq, sepse nëse ai merr 300, edhe për të lënë 10, ti ke marrë të drejtën e ujit. Sot është 310 duket sikur, më mirë ka 10 këtu, se le pateti. Por nëse pas nesër, këto 10 litra nuk dalin për bujqësi, bektori, bletari, që janë pa për toka, për rrenjë, për ekosistem, për ujë, për lumë, nuk dalin këto. Dhe ai merr drejtën e ujit. Edhe ku më tha njëri mua çka keni dhe. Ne do japim aty e lavatriçet, do t'i japim ujë, po kush je ti tashun që ti merr ke ujë një për me abonim do shohim Big Brother. Edhe jep ti lavatriçen, jep edhe ujë, ti domethënë jep kuçeta që i mbyll dhe hap. Kjo është e drejta e ujit. Dhe Rockefellerit, dhe gjyshi Bill Gates, nuk u bën të pasur as nga nafta, as nga farmacit, që ka lindur farmacit 914 sot, 110 vjet, u bën nga drejta e ujit. Morën të drejtën e ujit të shumë shteteve aty, shumë vendeve indianë, në kurkuqe, morën drejtën e ujit. Dhe janë ata që janë sot. Ti i merr ujin, që do të thotë gjëja më jetësore për njeriu. Ta kalojmë bisedën na piskë edhe piskësh prapë. Po piskësh. Që nuk i ka marrë dot Romaku, Veneciani, Serbo-Turku, Greku, komunizmi, tranzicioni 30 vjet nuk e mori ujin apo. Ashtu në varfëri i la, por nuk i mor ky merr ujin. Edi Rama. Dhe i them, zoti Rama, me kënaqësinë më të madhe, po duar bëjmë edhe bisedë, debat bashkë, unë të vit këshilloj, sepse nëpërmjet jush unë ndihmoj kombin, ndihmoj Shqipërinë, ndihmoj shqiptarët. Po të them, jetë u ba një gabim të madh. Një gabim që nëse ke bërë disa gjëra të para që quhen si tuat, diku shkolla e parë, diku vepra e parë, tuat i mirë, stadiumi i parë, shjoti, mbaj si faraon ato, po edhe aman të gjithë kjo që po bën për ujin trajgjas edhe në kuq, ajo do t'i fshijë të gjithë aty.
Ajo do të shide luftën politike që disa të duan. Kur të mendojnë pas x vjetër fëmijët e këtyre që do ngelin pa ujti, edhe e bëri filani, ma e mund do quhesh si Neroni i Shqipërisë, si Neroni që do Gjeromën. Mos e zan, po çai duke Po çka thonë. kjo? Jo çai duke thonë. Çfarë tash? Mirë mos e jep çse kam për gabim. Po se jap më burrë se të sa jap pastionin, kush ta japi këtë? Ku ndodh kjo gjë që po thuti? Era ka marrë ujin është i bie i ka vënë flakën, i ka Po se thënë ekziston banor. kjo është në kokën tuaj, nuk ekziston kjo gjë. Ku jevet nëpër media kjo? Unë jam 10 raste që kam vajtur në buronjat e Kuqit, do vetë edhe në Trajgjas. Atë dini ju edhe 5 banor atje. Kjo po ndodh. Kjo po ndodh. Nuk po them ujin e ecave, që i ka marrë të gjithë lumend i ka lënë pa ujë, s'po them këtë. Po them se u lumi i eci në fundi kthehet lum prap. Vetë 20 kilometra anash, Tjerë do edhe gjirojnë. vjen mate, gjirone, e vjen mate, ngelen këto 10 shatra. Sazan, po pse nuk jepen, pse nuk diskutohen, pse nuk bëhen publike këto probleme, Sazan? Nuk e di unë këtë gjë. Unë nuk kam ndonjë qëllim edhe mendim të keq për zotin Rama. Nuk kam unë po kisha Jo, po këshilltar. flasim për probleme, s'kena punë as me Ramën, as me Berishën, as me tjetër. Po unë flasim do për unë- shqetësim që ju në këtë fushë jeni ekspertë e asaj dhe po Unë e jam shpjegoni gjeolog, gjithë gjë ta gjeolog. them apo. Nëse del dikush tjetër e thot më mirë se sa ju Bravo, ose faleminderit, po. Ta Po, thoj, patjetër. do të kundërshtojmë, sepse ato që dëgjova zotit Rama, ishin fjalë që dikush e kishte thënë, që mund të jetë hidroteknik, jo hidrogeolog. Se një hidrogeolog nuk i bën ato gabime. Që thot 300 litra, më çau bota 700 litra, gjysmën e marrin këta ata, 11 litra sekond ngelet Trajgjasi, 200 litra zonë do thotë ja 12 çatra që i bie nga 10 litra prap në sekond për banorët. Pastaj nuk llogariti bletarin, blektorin, bujqësi nuk e llogariti. Këto tokat e bukur, shiun që e do, pema pyet nuk e llogariti. Tani pyetja ime, nuk është puna që merr 300 litra ormik. Po ti merr të drejtën e ujit ormik. Po ngrezarin tash. Shumë mirë. Po pra, ti merr të drejtën e ujit. S'do të them me Dhe ti poezi. ai që e jep me rubinet këtë ujë. Edhe këtë ujë nuk e mori Romaku ormik. Nuk e mori komunizmi, diktatori, greku, serbi, u bër luftë vlojnë njatët me serbët. Edhe thoshte serbi dhe greku që janë ca që luftojnë në kem me një maj antene në kësul. Luftojnë në kemër, leprit. Nësa sot një kuqioti nuk vjen, sepse është një pion, thot. Na shtroi qendrën, na bëri rrugën për ndellë. Dhe shkëmben një qendër dhe një rrugë, e shkëmben me një ujë që është jeta e zonjës, e ambisës, e fëmijëve. Edhe është e tmerrshme artimi. Unë e vuaj sepse e di që nga kjo vjen kjo. E di komplet gjithë. Nga kjo vjen kjo. Dhe kam Jetoni me atë. jetoj 15 vjet që mbroj lumend shqiptar që ky i ka marrë ujë, por në fundi kjo është më rënd, sepse lumend nuk devijohen kur nga drejtimi i caktuar i Zotit, se çdo drejtim tjetër ka një shprehje time unë, është drejtim djalli. Isha në Stru para disa ditësh. Po, Gjithë lumi andej ishte bër një kanal. një kanal. Shumë i vogël. Po, kështu është e vërteta. Është shkatruar. Është katruar. Po lumi ka këtë, lumi është rasti, le të themi, mashkull, edhe vjen briza detare e detit, po su përplas me vranësinë që bën lumi, nuk formohet shiu atje. Pra qoftë ti zhduk lumin, ti ke zhdukur vranësirën, sepse bashkohet 60% nga deti, 40% i gjen aty. Shqipëria është kohë e mirë për këtë kohë, këto këto vite fundit. Zoti Sazan, kush ka qenë ai që ka shkatruar më shumë ti Shqipërinë nga këta? Ju folet pak për Ramën tani. Ndër vite, nga këta që kanë qenë krye, kryeministër ose njerëz që kanë pasur pushtetin në dorë. Kush e ka shkatruar më shumë Shqipërinë? Atëherë komunizmi 45-90 është i tmerrshëm. Nuk është vetëm që ai vrau, sygjinosi, zhduku pa name pa nishan, shumë shqiptar pse mendonin ndryshe. Jo vetëm kjo. Por se kemi ardhur te pikë që bën krahasime me komunizmin. Po zhduki dhe vlera shqiptare, se unë di që në liçenin e Shkodrës dolën me mira libra të franceskanëve që flisin për vjetërsinë e shqiptarëve dhe në anën tjetër i prisja serbi. Serbi mori gjitha librat tonë të vjetër dhe na ktheu ca libra pa poezi, poema, futja kot. Se Laute e Marsis është në Beograd, nuk e kemi në origjinale. Fatkeqësisht. Dim ke pjesa e komunizmit, po e thash pra deri në 90-ën. Pasandaj komunizmi ka këtë që la dhe mendësinë. Mendësia është më e rrezikshme se sa veprimi. Mendësia që ende sot ai vendos kapelen. Kur thoshte Dias Pasaj në Koçov, vendos kapelen dhe fitonte votën, pra mendësia komuniste ose njeriu i ri që u formua votonte dhe nuk ndryshoi kurrë destinacion. Po mundet ti që të votosh 4 herë, 7 herë, ka njerëz që janë me mira në Shqipëri, 19 sot,
Kam votuar të njëjtin drejtim, se kanë kthyer kur. Po cili është votimi? Votimi është i bukur. Që unë parimet e mia mbështes qeverinë, si këtë rast që mbështes zoti Rama, e këshilloj atë, i jap mekanizma apo politika për të bërë një politikë të caktuar. Jeni me Ramën ju? Po bëre fushat për Ramën? Ore, jo, s'bëj fushat për Ramën. Pyet sa duash me pisti, po. E mbështes, po parimi pra, mbështes qeverinë, se me anë qeverisë unë mbështes popullin tim, sepse ai ka dorë me vendimarrjen. Ti themo Ramës që merret çuji në kuq. Po. Atë unë po mbështes Ramën. Po mos a fishkëllej, po unë po ja them pra, sepse është qeverisje. Dhe në qeverisje unë ndihmoj qeveritarin, ministrin, në mënyrë që ministri të marrë mendime drejta për popullin. Ky është mbështetja ime. Por ditën e votimit, detyrimisht unë do votoj opozitën, me të cilën je me Berishën domethënë, apo me Lulin. Vazhdo ti si duash, me opozitë. Me idenë që duhet dalë. Por nuk do votoj Rama, ka ditë temur, po ta them hapur. Nuk do votosh Rama. Unë votoj qeverisjen aktuale, votoj opozitën. Në opozitë do zgjedh. Gjithmonë do jeni gjithmonë. Gjithmonë. Dhe të nesmen, e zëm se votova Agron Sherrën. Ose PD, e zëm se. Po nuk bashkë. Pse me gjithë një do zgjedh pra nga opozita. Po mbaj mend që të nesmen unë do dal në opozitë me të. Dhe do bëj të njëjtin cikël, do ndihmoj prap atë që është qeverisje për ndihmuar popullin dhe do dal kundra ditën e votimit. Pra, një popull që duhet të ndryshojë votimin, dhe këta e jep e qeren për Vlora. I tha Bujkut, edhe gjyshi im ka ndodhur. Deputet me kohën e Panolit. Pse më votove ndryshe dhe, që të shoftë ai se si ndihesh ai ku votohesh ndryshe atë. Bujku, sa i menç. Mbreti Pellaz, që thonë që mbret shumë i mirë, dhe pyeti popullin, ore ça, jeni shumë i mirë, dhe shumë i mirë. Po e thaj, po pse kërkoni më votoni, mos më votoni mua? Po se do votoj një tjetër, tha se mund të jetë më i mirë se ty, tha. Ti je shumë i mirë dhe, po ai që vjen mund të jetë më i mirë. Pra, kështu që parimi e bëjnë normat e demokracisë, apo të votimit. Më pëlqen se jeni po të njëjtës linjë, po njësoj me ato si shke thënë edhe në intervistën e fundit që kemi pasur bashkë. Ju qëndroni gjithmonë kësaj. Ju nuk jeni asnjë mbështetës, asnjë lloj partie, asnjë gjë. Po, fare, po. Politika ka përfituar nga ju apo Anastasias? Keni përfituar ju nga politika? Shumë mirë, edhe kjo pyetje e parë që më bëhet. Unë politika po mund të ketë përfituar nga mendimet e mia dhe jam krenar që ka përfituar. Po unë si jeni krenar, do ju keni kontribuar në shkatrimin e Shqipërisë. Po pra ato që ka përfituar nga mua, pra që ka bërë një gabim më të vogël. Më të madh. Më të vogël pra. Më të madh se ka marrë edhe ka përdorur në formën e vet, se politika gjithmonë. Ka përdorur në formën e vet, po çfarë të bëj unë? Kam faj për atë unë, çfarë përdor ai? Çfarë drejta i rrugës? Mos i jep, unë do ta jap. Informacioni që po marr nga ju ai ta keq. Nëse unë i them, mirë, Udo. Jo, vazhdoni. Nëse unë i them ministrit mjedisit. Se tha, më falej, fat direkt. E mori shoferin në telefon, më parte se nuk e dëgjova profesorin. Do të thash. Ju i thot ministrit, ju mori shoferi ministrit në telefon dhe tha, më fal, ka thënë ministrit. Hajde, mret, hajde, kush ishte ky ministri? Kuptoj vet. Ministri i turizmit. I mund të ndërtosh një incinerator tash. Për Shqipërinë, që quhet një, që gjitha mbetet e rrezikshme të Shqipërisë, Saran, Tropoj, blidhen në një qendër, Elbasan ose Tiranë. Një tash. Edhe kjo do marrë 10-15% të mbeteve të rrezikshme ose mbeteve që janë pa përpunueshme landfillde apo riciklime. Një. Ai mori pjesë në atë lloj veprimi që u ndërtuan 3 incinerator. Që atëherë kjo është këshill për mua. Që i thashë, një mund ta ndërtosh. Nuk e ndërtoi, pyeti mendën e vet. Prandaj tha nuk e dëgjova profesorin. Të njëjtin gjë ka ministra edhe sot aktuale e mjedisit, nuk dëgjon. I themi nuk pret, nuk përcjell, nuk dëgjon. Dhe i themi çfarë? Eksperienca që kemi ne tash në një vend, në takim, 10 veta, 20 vjet, ke 300 vjet eksperiencë nga ne 10 mjedisorë. Po në rasti konkret nuk është falje që të kërkon një qytetar që nuk ka keq kuptuar dhe të ka paragjykuar dhe ndoshta të ka ofenduar me rastin e ministrit që ka vepruar gabim edhe ju, edhe pse ju i keni folur e thotë fal se bëna gabim, se këtu ka kosto shumë të madhe. E di, çfarë të bëjmë? Ka fajin për të? Jo, nuk e shih, unë ja thash. Pak të ketë këtë tjetë, ja tham të tjetë. Ja tham të tjetë, mos gaboj si ai. Mos gaboj thash, o i uruar. O ti kryeministër, mos gaboj më herë, Bo dhe 3 inceneratore. Por nuk dalin, ai inceneratori i Tiranës duhet të mbushet me mbete që do vi nga jashtë. Ka bërë një ligj. Ka bërë një ligj tani ai. Se si të marrin mbete nga jashtë. Edhe u zëmuan ca biznesmena. Si ishte me armët kimike që ne kemi ne me ditën e tërë atje në qendër shesh. Bravo. Edhe ai kërkonte që ka bëj një ligj si të marrin mbete se nuk e furnizon dot inceneratori. Nuk dëgjon. Po mirë, koha do vike e vërteta. Sepse në histori të paktët kanë të drejtë. Ata që janë pak veta, edhe pavarësisht ai votën e merr me shumicë, po ky e ardhmja i përket këtij.
Ashtu. Paktit që E ka treguar dhe historia. Po e ka treguar historia atë. E drejta është me të paktit. Edhe cila vjen, nuk vonon, po vjen. Edhe vonon, po vjen. Po nuk mungon. Kjo thotë edhe në librat e shenjtë. Po edhe kjo këshilla jon, ai nuk e dëgjoi qytetin që më shumë, po mos i thua fare, po të rish duar kry. Mirë, ndërsa ça përfitoi nga politika vetëm humbjet, me që më ka ngacmove. Shumë më pak se të tjerë punë, studime. Ndërsa këto 12 vjet asnjë. 12 vjet unë jetoj në minimumin e minimumit. Po shqyrë të mbetën time që i ngjaj një prifti apo një hoxhe, nuk abuzoj me gjërat, jetoj vegetarian, shumë pak ushqem, shumë pak ha, për shkak të shumë gjërave. Aktivitet? Dhe aktivitetin me shkëlqyshëm, s'ka kthim brapa, deri tani, kështu, s'ka kthim brapa. Dhe aktiviteti shkencor edhe pompa edhe po duash ti edhe pompa, sa duash ti. Punova 2 vjet në shtëpinë e babait, e bëra bujtim me këto kraj bëra. Për një fjalë. Ta them. Po patjetër. Se kam di. E pir, butrinti. Herë e pir, herë i lirë. Sometimes e piro, sometimes i lirë. Sometimes Albanian, sometimes Arbnor, never Helen, never Greeks. Për këtë fjalë. 7-10 milion të vjetra lekë që më takonin si shtëpi UNESCO, nuk mi dhandi. Si thonë? Bëj thirrje, zoti Rama gabove rënd, që s'më ngritë telefonin për ndihmë që kërkova, që më takonte. Zonja Elva Margariti, gabove rënd, por nuk të zëmrohet. Fare, si që nuk i zëmrohet të dyve. Që më quajti që kesh qatin të rregull. Po ato shkëmben që do hapin banja, se shtëpia ishte familjare me një banjë. Tash unë do bëja 6 banja. Atë ky shkem që do thyer, do delte poshtë në Rusja, Mangalem. Kush do i nxirte? 12.000 thas. I kam ngritur me punëtor edhe vet. Rap, andaj i kam krati. Sa duash ti. I kam ngritur rap edhe i thënë një lloj makine dum që quhet. Po amarrën e kam zbritur me mushka, 2 mushka, që i bleva 2 mushka. Edhe i fala në fund. Vetëm ose bëj thertore tash mushkës. E do të ngrej lapidar mushkave, se mësova shumë gjëra nga mushkat. Nuk thanë kur jo. Nuk pretenduan kur më. Por ai të mirëm, ai të urtam, ai të edukuarëm, nuk qelmuan kur. Nuk bëzajtën kur më, ndërsa punëtori merrte rrogën shumë herë më tepër se mushka, edhe ankohesh, edhe thosh që ti del në televizor ke pisku, del në atje ke çani, e ti me lekë atje. Po si kuptuan dot më bujë dhe. Si se kuptuan më bujë dhe, që nuk vemi në emisione për të marrë lekë, po vemi për të kryer një mision ndaj Zotit, ndaj jush. Kjo është fjala e fundit për sot. Kur nuk ka qelluar që dikush të thojë na 30.000 lekë me që më erdhe në emision. Kur 22 vjeti, prandaj dhe media thot, s'na e mërzhitur kur o profesor. Të vërtetë. Se kam qenë vetvetja aty. Ka nga këta tjerët, por ku jo as mamë aty. Jo ka nga këta tjerët, ka. Ka nga ata e kanë probleme vetën ata, se kanë me mua. E kanë me vetën ata. Po pra sepse ata kanë devijuar nga rruga e Zotit, unë kam ngelur në njëjtën rrugë, edhe ai ka devijuar dhe ka me vetë ai. Duhet sado pisk, si do të ishte Shqipëria pas Azanit. Por mund të ishte edhe më e mirë, sepse do kishte të tjerë do ishin më luftarak, ndoshta. Do të shikonin që ky na eklipson edhe do delin më të mirë ata. Po si punë e dipa, pse nuk më zgjedh mua, po do zgjedhin më të mirë ai. Edhe puna e kësaj, do ishte Sazan, do ishin 2 tjerë. Prodhon koha. Bëj ilëm shakan. Prodhon koha, njerëz, gjithmonë. Vetëm që për shembull në politik për mua nuk ishte koha. Ishin duke fol Butrindin këto, e kisha fjalë për. Kisha qejf ti isha edhe në Sazanit e kisha. Po, Sazani, po. Si do të ishte Shqipëria pa ishën e Sazanit? Bravo. Po ne. Se ana kanë marrë. Ajo është rëndi. Na ka marrë dhëndri Trumpit. Ai dhëni Trumpit me sa kemi lexuar, kuptuar është sekser. Janë arabët që e marrin. Edhe është shumë e rëndë që një ishull ta japsh. Një ishull. Nëse jep Greqia 14.000 ishuj, edhe nuk jep Greqia 14.000 ishuj. Ndërkohë neve një ta japim, ndërkohë që ti gjoja nuk e pe njën atë ishull, këto 2-3 vjetë u lirua pak, nuk e pe se ishe ushtarak. Ma tjeni tani kemi marrë vesh që kemi ishull. Kemi ishull. Kështu që... Pse është rëndë, zënë Sazan? Po shumë rëndë, sepse ai bëhet bile jo vetëm ishtu, po edhe Bregdeti nga Dhermiu deri në Saran, do ta shohësh që janë toka 80% edhe %, janë toka
të zënë nga ata që quhen oligark, po unë nuk do mbindem mirë që këtë term. Po, për shembull, nëse një oligark gjerman e orienton politika keq, ai nuk e bën gabimin për ta ngulur Gjermanisë. Oligarkët tanë e bëjnë. Janë ngulur në Shqipëri. Se nëse ti fiton nga 40 kaçi, po 40 kaçi mos ketë hapësirë publike, hapësirë për të gjelbër, hapësirë për mosha, hapësirë për fëmijë, atëherë nuk është më 40 kaçi. 40 kaç me trotuar 2 metra në Shqipëri kanë parë në Tiranë. 40 kaçësh dhe trotuari 2 metra. Ndërkohë që do të kishe shesh të madh përpara. Do të kishe trotuar 10 metra. Trotuar të gjerë sepse kanë proporcione këtu. Unë kam dhënë në Londër arkitekturë mjedisi. Është ndërtuar keq Tirana? Shumë keq. Jashtëzakonisht keq. Mi po, ku është qyteti i Europës? Në rregull, dakor, me oksigjenin, me ajrin e pastër. Vazhdon metodi i pesti nga fundi. Gjithë tjetër. I pesti nga fundi ndonjëherë dhe i fundit. Po ta shohësh të kote fund tani që është futur kryetari i bashkisë, që është futur në burg, ka ndryshuar komplet. Ai po jep, ai bashkë me zotin Rama, i bëj thirrje prap, ai po jep përsëri leje edhe atje ku është. Mos qoftë. Jep leje. Ku tjetër? Pse mos qoftë aty? Aty po përderisa ka po veten për aty tjetër aty. Ai e bëri vetë sepse bëri një zullum kaq të trashti sa ai zullumti do të futesh i ditë. Tani sa ai është për të vlerësuar si ka mbjell 2 milion pemë në Tiranë. Po, aty pemët nuk i zinin. Sa është territori i Tiranës? Jam shumë kurioz. 90% e pemëve aty nuk i zinin. Sepse pema do dashuri kur e mbjell. Sa bukur e thon. Pema do edhe njëti do të jetë, edhe qëllimi. Pse vinin ushtarët romak vinin në Butrin? Sepse fjalosin në portokallën. Pse kur del generali në pension kthehet në bujk? Sepse fjalos me bimën. Pse pensionistët merren me lule në shtëpi, i bëjnë me shumë. Thret natyra. Ja thret natyra. Ndërsa ky nuk e ka dashur ndonjëherë ky bashkiaku. Edhe ai kur e mbyllte me inat vetëm për të që un po mbjell 2000 pemë. Dhe ka pat raste 200 pemë, mbolli një, edhe i thanë ata po këto tirat, e më lare thaj. Në Kams. Me mbaron bo video. Mbaron një u bë video, bravo. Ka ndodhur në Kams. Që çoi dikush 200 pemë, biznesmen, mbolli një, iku po i thanë po këto. Lera, më lera, edhe iku. Pra, nuk e ka bërë me dashuri. Prandaj edhe nuk i kanë zënë. 90% e pemë nuk i kanë zënë. Që do të ishte 70%. Do të zinin, 30% mund mos zinin. Ati si kanë zënë 90% pemë. Sa është distanca pemës me pemë? Po, pyllje ka 4 metra. 4 metra. 4 metra. Sa është territori i Tiranës dhe nëse na dalë llogaritë? I bie që të mbjellën pemë deri në Malzi, Greqi. Po ti ke një Tiranë sot që e pagoj Atina atë lloj araçi që u ndërtua beton. Si mund ta bësh gabim ti? Pra e ke parë në vende të tjera, si ra. Ti ke një shesh fëmijë, 10 me 10 e ngre pallat. 10 me 10, 10 me 10. E mendon ndodhi që ti nuk ke një pallat, unë e vrejta kur do bënte djali shtëpi, që vija nëpër pallate shikoja dhe ti shikoje lindje pallati 3 metra, perëndim rruga 3 metra pallati mbi lashtin tëndëm. Jug, veri, gjitha pallatet nga të katër anët ishin me pallate përballë. Edhe atje ku e bleva unë, ke stadiumi Dinamo, ku e bleu djali, bifjala, te shkolla Emin Duraku, nga 2 kaçe, kisha pa medalin, po si e bëri 5 kaçe, sikur e mori vesh që bleva shpinën dhe ndërtoi 5 kaçe më buri. Aty do ngrihet tash. Do ngrihet 20 kaçi nga ana e tregut që ishin treg aty i vogël. Tu po trego vetëm që ja gjen shitës, se po i bë reklam. Jo, po këto i mësova, në rregull, unë i mësova këto detyrimisht i mësova nga sepse kam djalin dhe unë do vetë të protestoj. Sazan, kauza më e rëndësishme juaj në gjithë jetën, që është ajo që jeni dhënë më shumë ti. Është plera në 2004 në Italia që do vinin për incinerator. Është kjo 2013-s, plerave kimike. Armët kimike dhe armët kimike. Dhe treta mund të quhet betejat për mosardhjen e mbetjeve të importit 2016-17 me Olon Kalane me shumë tjerë, po edhe ajo ka qenë luftë. Pastaj lufta të vogla, mbrojtja e eceve, mbrojtja e lumeve për ece. Edhe kjo është kauzë shumë me kuptim, edhe jam krenari që kam luftuar. Më të veçantë që do të veçoni ato. Të armëve kimike. Të armëve kimike. Edhe ajo që le të themi ka qenë një nga protestat më të fuqishme që në Shqipëri. Aty i la mend atij kryeministit, ai aty e shkriu shënjë. Mund të quhet që është kauza që keni fituar? Po, kauzë e fituar, kam shumë. Mund të marrë emrin Sazan Guri? Nuk jam pro. Nuk je nga ata. Nuk jam nga ata. Nuk je nga ata. Bravo, është për të vlerësuar kjo. Kauza që ke humb nga e gjitha? Po, kauza që kam humbur janë deri tani quhet Velira,
që kam fituar në shkallë të parë. Për në Durrës, Veliera. Kam në shkallë të dytë. Është vështirë përballësh me gjushin. Do ta fitoj në shkallë të tretë. Do e fitosh? Po për shkallë të tretë. Keni shpresë. Gjykata e lartë më ka kërkuar me urgjencë gjithë procesin që unë kam me zotin Dako. Edhe do të ta përdorte kur e kishe në atë moment aty, por nuk e di, po them se ajo do shkatrohet. Ajo Veliera do të shkatrohet. Po pse jeni kundër saj? Po sepse aty është qendra, mund të jetë për vepra që ka bërë Dako në Durrës. Aty është qendra sa futën ndalë gjithë zhvillimi i Durrësit. Aty është qendra e Durrësit dhe ne kemi konstatuar rreth 7 qendra e vjetër të Durrës. Qendra e vjetër aty 7 qytetërimi. Ja 3000 vjet para se aty hyn romakët në Skendi. Është Durrësit. Qofse Roma mburet me Koloseu edhe me ca tulla, që rreth rrotullt të Koloseut, neve Durrësin e kemi që nga shkëmbin Pellazik, shkëmbin Partin, se partën. Durrësi i vazhduesit Taulant, Enkelejt, Taulantët janë Atlantidasit, Atlantida të Atit lashtë, Atlantët, Taulantët, vetëm ndrohet diftonja. Po, dalin e tij Vinë regjia. Enkelejtët, vinë Durrhajum, emra i lirësh të gjitha, Epidamin, ai që është mbi me një dëm të madh apo me një dikë të madhe nga tërmeti, vjen Durrësi mesjetar që vazhdojnë civilizimin, Durrësi, Berati, Shkodra, Lezhë, 4 qytetet më të vjetra në botë. Përfshidhe Atinën, Pellaskën. 5 qytetet më të vjetra në botë. Berat, Lezhë, Shkodër, Durrës, Athinë dhe San Jose në Meksik. 6 qytete më të vjetra në botë. E këtë e ka thënë profesor Apollon Baçi. 6 qytete më të vjetra në botë. Dhe unë e ndjej, e ka thënë ai, po unë kam marrë spunto dhe e kam studiuar vetë, edhe është e vërtetë. Po me zhvillimin e portit Durrësit si është shekë? Çfarë ndodh tash? Pikë kështu dhe vija. Tashi zoti Rama imagjino portin e Durrësit me 2 milion euro që pagon shteti jo, 35% që ka ai atë aksionin, bëhet reklama, nga 2 milion kthehet në 2 miliardë, sepse lekët që vajten pas reklamës në blerje pallatesh, apartamentesh, vajti 2 miliardë me lekë që i mori ai. Me këto 2 miliardë ai ndërton çfarë doja ai dhe i kthen Durrësin jo atë që thot PD-ja, Durrësi, porti, jo korrupsioni, jo më ja, prishet historia. Pse, asta se mbrojnë tamam. Po pra, nuk dinë po janë pjesë. 10.000 vjeçare e Durrësit. 10.000 porti i parë në botë. Durrësit. Mirë, qesh. Jo, pisk, dakor. Porti i parë. Porti i parë në botë. Po, sepse Atlantida është 3 kilometra më tutje. Sepse niveli i detit në 10.000 vjet, që është në Durrës sot, ka qenë më në perëndim. Dhe kishte qytetëri në perëndim i Durrësit. Prandaj Atlantët erën Taulant. Prandaj brigët ose frigët u friksuan dhe shkuan në Turqi. Frigët, brigët, brigjet, breg. Edhe u quajtën të friksuar, u quajtën frik, kur vajtën atje në. Po çan u thyen, brig. Nga brigje u thyen në free game. Këta free game këndonin 7 nota plus 1 otav, këta di. Po kush këndonti? Leksion në Amerikë. I vetëm popull shqiptar në skrapar, Demir Zyko këndon 7 nota plus 1. E thot ajo. Edhe i thot Federik Ndocit, atë dëgjoj që leksioni shqiptar, me që është shqiptar. Pra, shikoni, e vetëm popull që këndon si frigate, pra frigate, brigë nga Durrësi, që janë popull dardan, shqiptar, i tit, frigët janë i titët. E shkoj gjuhë i tite që i la 50% gjuhë sa ja la gjuhës Osmanet Turke. E shkoj gjuhë Osmanet Turke që ne e folëm shpejt, edhe ti kujton se terma turqish janë terma terma që të turqve, ja, është temë që ai e mori nga vëllezërit tanë tit, dardan, e çojnë në gjuhën osmane, kur na erdhi na pushtojnë, ne morëm ne se ne kishim rënjë pra. Është e jona thotë. Po morëm ne pra se kishim rënjë, ne kishim. E qartë po ato vjen të që po. Penxheria P, Nx dhe re, se a do të thënë re, dini re. Re. Pamje re. Penxhere ajo që P, që pa, ajo që Nx, reja është pamja që ti Nx penxhere. Ti thua bien nga turqishja. Po sa ka kështu? Po ajo dua. Dua, dëshira. Po dëshira. Po ajo kadri në atë kadrit, ajo që ka era drejt plotë. Nga në atë kadrit fillon 4 ditë. 1, 2, 3, op, Barami këtu, i kadri. Po zvadi era e plot, që ka dritë, po gjumë më thënë arabisht, ka dritë, kadri, s'to të gjithë. Se unë e kam që ka dritë. Po pse? Se është kuptimi semantik brenda fjalës. Po gjumë më thënë semantik, se e mban ti atë kuptim, se man, tika.
që thonë këta semantika gjuhën greke, jo, më shqip. Si dole nga, unë isha në politikë, kisha Po, zhvillimi mirë, Durrësit, po, mirë, porti Durrësit, do dakord. kjo tregon që ti e dëshiron këtë gjë, këtë pjesën Po, e Çfarë bën këtu shqiptarët kanë nevojë të dinë vlerat patjetër. e rremve të tyre ti, se po nuk i ditën, nuk e duan, dhe po nuk e duan, nuk e mbrojnë. Po, me qënë si ishin po këtë dedi, këtë Durrësi edhe le themi gjithë bregdeti shqiptar që sot ne krenohemi që kemi shumë turistë që vinë në Shqipëri. Edhe është mirë, kjo është pozitive. Po. Çfarë ngjyre ka dedi? Dedi. Po. Uji dedit. I kaltë. Asnjë gjuhë në botë nuk e ka fjalën i kaltë. Asnjë. Po, dedi dhe qielli i kaltë. I kaltër. Po. Çfarë ngjyre ka uji dedit? Uji dedit ngjyrë të kaltër, thash, të dukshme, por në varësi të kripës joni bëhet më blu, është blu. Shumë i thjellë. Pra, nga se merr ngjyrën blu, e merr nga qielli, e merr nga kripa. Po, reflektimi i diellit është një. Është kripa, shëllira 2. Lloji i shkembit, shkembi rer është tjetër gjë rera nga urikumi e këtej, dhe tjetër gjë vërteti jon nga radhima dhe andej. Edhe shkembi jep. Prurja e lumeve është më e madhe këtej në pjesën tonë. Por e merr nga mënyra e përcyrjes së rrezës së diellit, e merr. Po kur trazohet koha, kur prishet koha, pse merr disa ngjyra? Le të themi bregdeti Adriatiku. Po, merr ngjyrë të zezë në breg, pak si më lum, pak më poshtë, shkon pak si blu e haput, pastaj e errët, jeshile. Këtë kam studiuar unë, sedimentolog është specializimi im. Dhe e kuptoj, sigurisht që vjen lumi, tek delta e lumit që quhet delta, ashtu është i turbul deti, pastaj vjen valet që funksionojnë deri në 2-3 metra që marrin fundin e detit dhe e bëjnë grimcën në formë pezu, pastaj vjen deti më i hapur, por drejt kaltësisë edhe në thellësi, që nuk do ta zgjajë, ka ngjyrën e vet e ruar. Çfarë mendimi keni për ujërat që derdhen në bregdetin shqiptar? Janë duke lidhur me ndërtimet që bëhen, zhvillime, hotelet. Janë ujëra të ndotura, janë ujëra shumë qirmburim bile. Edhe ajo kuptohet ke zhapiku. Kur një zhapik udhton nga dajti në poshtë, ecën si dhe i farvendi, në momentin që fillon dot e kthehet mbrapsht. Pra, është një nga treguesit më të mirë që qenjet e ulta e reflektojnë më mirë ndotjen, sepse kanë organizëm më të ulët, më poshnesh. Njeriu e merr këtë ndotje, nuk është se përshtatet, po ka organizëm të lartë që mundohet ta filtrojë atë, por duke qenë ndotja e përreshme, javore, mujore, vjetore, atëherë njeriu nuk ka që bërë më. Shëndeti njerëzor i përgatitur me sensor për të sulmuar ndotjen, nuk ka që bërë më trupit. Prandaj edhe ke sëmundjet pafundme, kanceroze. Zoti Sazan, të falenderoj shumë për kohën. Gjithë informacionet, bisedën kaq të mirë, të këndshme, unë shijova edhe pse ngacmova her pas here, e di që i pranon dhe e vlerësoj shumë. Normal. Po, edhe unë falenderoj shumë. Kishte kënaqësi. Për apo dijen, ndriçimin, vjen mirë. Të falenderoj. Miq të Piskut, ju falenderoj që na ndoqët. Ishte kënaqësi e veçantë që kishim sot zotin Guri. Uroj që të merrni më të mirën nga kjo, le të themi, pasqyrë të ndriçimit që e ka dhënë prej vitesh dhe gjeti mundësinë dhe kohën ta japë edhe për kanalin Pisk edhe për ne. Ju përshëndes shumë.